Le dalim tek ajo fabula gjermane. Ka islam në këtë fabulën gjermane? Sigurisht që ka, kjo sepse është ajo thënia për popujt të cilët në një farë mënyrë zbatojnë islamin edhe pse nuk janë muslimanë dhe marrin për tyre rezultatet. Leopold West, domethënë Mohamed Esedi ish hebrej nga Austria, i cili e njeh islamin dhe bëhet musliman, e thotë këtë se kam pa në Gjermani ose në Perëndim, do thotë musliman, pas kam pa islam dhe kur ka jetu pastaj në lindjen e mesme ka pa musliman, po s'ka pa islam. Ai që shumë është më rëndësi që na të mësohemi si musliman që referencat e tona të jenë njerëzit që janë të spikatur në dituri dhe janë të dëshmuar në përvojë. Dhe pastaj ata duke i ndjekur në botën islame ka mjaft të këtill, nëse i ndjekim ata, ajo është ajo që unë e simbolizova në fillim shenjat në rrugë. Hartën e kemi, ajo është feja, dietarët janë llambat që ndriçojnë rrugën tonë apo janë shenja që na orientojnë ka e duhura dhe në përjashtimin e tyre nga jeta jonë edhe zhvillimi i jetës sonë, shumë momente kur do të vijmë në udhëheqje nuk do të jemi të aftë të vendosim vendimin e saktë. Ndoshta teoretikisht do të jetë vendimi jonë i qelluar, por do ta gabojmë kohën edhe pastaj do të na kushton ajo shumë neve si individ, por normalisht edhe kolektivit të cilët ne atribuohemi. Bukur, muslimanët në udhëheqje apo jo vetëm muslimanët, por mbar bota, mbar shoqëria. Faleminderit Bekir Alimi, faleminderit Ubed Gashi për këtë temë që shtjelluat kaq saktë dhe kaq bukur. Mirupafshim në nektar të tjerë.